të ka ndodhur ndonjëherë të ndihesh e rënduar, e shqetësuar ose e trishtuar dhe thellë brenda e dijes se nuk ishte vërtet e jotja kjo ndjenjë. E njoh mirë atë ndjesi. Si empate, ka mbajtur energjinë e familjes, të klientëve, madje edhe të njerëzve përreth meje, megjithëse nuk i njeh. Për vite me radhë mendoja se ishte e gjitha imja, e gjithë kjo energji, gjithë to mendime ishin të mijat. Në këtë video do të ndaj me ju se si të dalloni kur nuk është energjia juaj dhe 3 praktika që mund të përdorësh për ta larguar këtë ndjesi. Unë jam Ada, jam terapiste holistike. Në punën time ndihmoj njerëzit të lirojnë traumën dhe bllokimet emocionale përmes hipnozës, EMDR dhe punës me energji. Në këtë kanal ndaj jo vetëm mjete praktike, por edhe mësimet që kanë nxjerr nga udhëtimi im personal. Si fëmijë jemi në përgjithësi shumë të hapur. Unë u rrita duke ndjerë gjithçka përreth meje. Stresin e prindërve, trishtimin e njerëzve të tjerë dhe mendoja se ishte detyra ime t'i rregulloja të gjitha. Mendoja se gjithçka ishte ndjesia ime. Ndonjëherë kjo energji është e trashëguar. Dhimbje, frikë ose turp që kalon brez pas brezi. Por ndonjëherë, madje shpesh është e thithur. Është si të mbash ankthin e partnerit ose trishtimin e një miku. Problemi është se kur nuk e kuptojmë që kjo nuk është energjia jon, nuk është ndjenja jon personale, ne përpiqemi ta shërojmë sikur na përket neve. Dhe kjo na mban të bllokuar sepse meqense nuk na përket neve, është tepër e vështirë ta shërojmë, nëse kemi thithur nga dikush tjetër. Një shenjë që kjo nuk është ndjenja jote, është kur një emocion, një ndjenjë, ndihet shumë më e madhe se situata. Unë shpesh ndjeja ndalk trishtimi pas një arsye në jetën time. Një tjetër shenjë është kur ndjenjat vijnë papritur dhe pa vend, si për shembull të hysh në një dhomë dhe menjëherë ndihesh e rënduar ose në ankth, sepse në të vërtetë nuk ka ndodhur asgjë. Dhe ndonjëherë ndjenjat janë të lidhura me energjinë e familjes. Si për shembull braktisja, frika ose malli që përsëriten brez pas brezi. E kam parë këtë gjë jo vetëm te klientët, por edhe tek sistemi im familjar. Ja 3 praktika që përdor unë vazhdimisht për të larguar energjinë që nuk më përket. Praktika 1. Kontrolli i trupit. Vendos një dorë mbi gjoks dhe një mbi bark. Marr frymë thellë dhe pyes. Ose them: po të jetë kjo ndjenjë e imja, e mbaj. Po të mos jetë, e largoj tani, me dashuri. Po thuaj se gjithmonë ndjej trupin që zbutet, ndërsa energjia e huaj largohet. Praktika 2. Largimi përmes vizualizimit. Imagjino energjinë me një ngjyrë, formë ose peshë specifike. Mblidhe butësisht, vendose në një top drite dhe dërgoje sipër drejt universit ose tek burimi i saj, me dashuri. Pra, imagjino këtë energji, mund të ketë një ngjyrë, e zëm ngjyrë zeze, në përgjithësi nuk janë ngjyrë roz, të lloj energjish jo pozitive. Imagjino sikur ka një formë, mund të jetë rrumbullakët, mund të jetë si me gjilpëra. Imagjino e ti, sepse ti e di se si është kjo ndjenja jote. Imagjinoj nëse është e rëndë, e lehtë, çfarë teksture ka, si ndihet në dorë dhe pastaj vendose përreth një sfere drite, sepse bëhet më e thjeshtë për ta larguar. Dhe me dashuri, thjesht dërgoje aty ku përket, sepse ti nuk e di se ku përket, prandaj mos e dërgo dikujt. Kur? Sepse mund të kesh imagjinat se nga kush mund të jetë kjo ndjenjë, po ndoshta je në gabim, ndoshta nuk është e vërtetë. Kështu që fute në një dritë, në një top drite dhe dërgoje drejt universit. 3. Rituali i pastrimit të trashëgimisë. Kur ndjej që është një energji apo ndjenjë e trashëguar, imagjinoj gjithë linjën time familjare pas meje. Prindrit në të dy anët,
gjyshri, dhe më thënë prindrit e tyre, brezat para tyre, edhe në qoftë se nuk i ke njohur, mund të imagjinosh në formë drita, nuk ka asnjë gjë të keqe. Vendos duart në zemër dhe them: e nderoj dhimbjen tuaj, e shoh dhe lëshoj apo çliroj çfarë nuk është e imja për ta mbajtur. Dhe imagjinoj gjithë energji duke u kthyer prapa në përbreza, duke më lënë më të lehtë, më të lirë, më shumë si vetvetja. Më kujtohet që kam punuar me dikë që mbante faj të madh. Por kur e zbuluam, kuptuam se nuk ishte faji i tyre absolutisht, por ishte i nënës së tyre, i mamas. Dhe kur e larguam me dëmshuri, me dashuri, personi ndjeu një lehtësi që nuk e kishte ndjer kurrë, nuk e kishte njohur kurrë. E njëjta gjë më ka ndodhur edhe mua. Kur largoj atë që nuk është e imja, ndihem sikur më në fund mund të marr frymë si vetja ime. Ki parasysh që jo gjithçka që ndjen është e jotja. Dhe kur largon atë që nuk është e jotja, krijon hapësirë për të jetuar plotësisht si vetvetja. Prandaj herën tjetër kur ndihesh e rënduar apo i rënduar, ndalo dhe pyet veten: a është kjo imja? Apo është diçka që kam thithur nga dikush tjetër? Pastaj provoj njërin nga këto praktika që sapo ndava me ju. Vëre si ndryshon energjia jote. Nëse kjo video rezonoi me ty, të lutem ndaj përvojën tënde në komente, unë i përgjigjem personalisht të gjitha komenteve dhe abonohu për më shumë mjete shëruese çdo javë. Faleminderit.